Randuel Tahiraj, ish deputeti i Partisë Socialiste, është emëruar drejtues i administratës së zonave të mbrojtura për rajonin e Jugut, një institucion që ndër të tjera ka përgjegjësi për mbrojtjen e zonës së Zvërnecit. Tahiraj ishte një nga deputetët socialist që në fund të vitit 2023 mbështetën ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura. Sipas kritikëve, këto ndryshime dobësuan kufizimet ekzistuese dhe krijuan mundësi për zhvillime ndërtimore në zona me status të mbrojtur. Emërimi i tij vjen në një kohë kur Zvërneci është kthyer në qendër të debatit publik për shkak të një projekti turistik dhe ndërhyrjeve me mjete të rënda në zonën bregdetare. Projekti ka shkaktuar reagime nga banorët dhe protesta, ndërsa qeveria argumenton se zhvillimi turistik do të shoqërohet me mbrojtjen e natyrës dhe habitatit të flamingove. Tahiraj, i cili nuk u përfshi në listat e kandidatëve për deputet në zgjedhjet e vitit 2025, tani ka përgjegjësinë institucionale për administrimin dhe mbrojtjen e zonave të mbrojtura në jug. Emërimi ka ngjallur pikpyetje për shkak të rolit të tij të mëparshëm në ndryshimet ligjore dhe debatit të vazhdueshëm rreth zhvillimit të Zvërnecit.